mja këtu të pa dhe është 2-3 herë që më thot, ti e din thot se kush ta ka ba, edhe përmen një punë parku që s'kam djeni. Ta shion për i thëmë 2 fjallë, qofse e burë, qofse i thu vetës burë, dil edhe thuj që ke me thanë. Unë për thëmë dil, ti për thu mos më detyro, unë për thëmë qofse e burë, hajde këtu dhe thuje, sepse unë nuk di. Qofse ti e këtu me mi hapë sytë mu, edhe qofse ti e këtu me më tregu mu kush e ka ba nu burë, dil edhe thuje. Se unë nuk e di, prap thash, leni rrenat, gënjeshtat, intrigat. Ti më thu mu parku pa parku, unë nuk di asë si gja për parku. Unë si kam thonë njërit lem, hajde takona më park, këtë për ta garantoj 1.000.000%. Të shtytis që thu, unë e di, po s'du me fol, dil, banu burë, edhe fol, edhe thuje. Sepse unë për t'akuzoj ty edhe Aleksin, ti dil edhe laje vedin, ti edhe unë për të thamu ke më falë. Po mos më thuj mu, unë e di, po s'du me fol. Se unë këtë qeshte nuk kam asë gja me më shef. Pra, kjo qeshte mërë ti, profesor, se era parë që flasin bashkë. Dhe parë dhe unë kam kërkuar falje që para se të në theme, sinqerisht, nuk kam dashur, mua më gardur keq, kur u kam parë që mbasi keni ndihmuar, ka ndodhur kjo, me fjalë. U po të thëmë diçka, Allah. Këto ka shumë njëna anshme, njëni një anë, tjetër një anë, tjetër një anë, tjetër një tjetër. Po të shti që i logjikon gjarat si profesor, po ti logjikon gjanët edhe po ti shifsh pak me kujdes, do të dalë shkoja mund. U ba gofondi, para gofondi po flasim, dul kjo vajza, kjo Geralda, kërkoj lek një anë tjetër, unë me të thënë drejtën se kam pas njek. Edhe si kam pa ato video, që aja kishte pas dalë edhe në televizor, i kam pa të shimrapa këta. Po. Okej? Ka bëj madhe edhe familjarët mi e kanë share në për Instagram e në për shu, i kam pa veçajt e kam anashkalu. Atë natë që më kanë ftu mu, kam qenë Belgjik. Asë se më kanë të rezi mu marrë me gofondi. Kam parë ke bërë edhe një këshu për ca shkodrana atje që beni për të kreni këshu. Po, kam qenë punë, dhe me dhanë s'kam pas heq lidhe me gofondi, s'kam desh mu marrë me atë punë, se qa thot kë, te parku, te pa parku nuk e di, këtë vinë ti të regojnë gjanat, më së aty jëmë për me nëmë, mësë për me nëmin. Ta shi, vjen mua beti, mu ba gofondi o shok, u ba gofondi, hyme natën e pa, i bam një $30.000. Hymë natën e dytë, unë hyna njënë e nanë, aja Aleksi hyri nanë tjetër. Nuk erdi, nuk u futën bashkë të dy. Keni pasu se cili nga ju njërës në nëndarë, se u kam parë. Erdi mua beti, Viktori, ja po mos, unë thashë vla, a jena të dy për një qëllim, se unë s'kem gja me Aleksin, a s'kisha një gja, prap s'kam. Se me ashtu, unë jam djallë, unë shkoj nesër vinë Tiranë, se kam problemish për asken. Edhe, thashë, o shok, a kena hy të dy për një qëllim këtu, po pse jena ti ke 1.000 sa, ne jo 1.000 sa këtu, qene t'u ba? Apo jeni t'u i ba gjanat të shi kusha ma nalë të kusha ma poshtë. Unë jam në ultim, unë jam të hy këtu, me një mua të vajzën që është të smurë edhe të krymë punë. Erdi puna, jo nuk vi sepse më ka shanë njani nanën, tjetër, si përfunim u bashku më bashkë një mas një orët mua bete koti. Biopsia ka dalë, po ka dalë biopsia. Edhe, do dalim mas taj të letat e Amerikës. U basi gofën do shoku, një puna, Aleksi gjithë unë isha në rrugë në ultim të ikë me marrë avionin me ikë për Amerikë, a i gjithë kohës, jo kë shoku i burgut, jo e shoku i burgut, hedh 10, hedh 15, hedh 20, hedh 30, shkoj hodhë një $80.000. Okej, në regull. Të shi logjikoj ti pak këto gjonat. U hodhen këto, $80.000 nga Aleksi, Sami, shoqëria këtyne, kush janë këta se, a i thot i hodhen njani tjetër, Sami a gjun me privati, thot hidhe se ti apun, i diun këto intrigat. Kalojmë këtë pjesën. Të nesme në shok, u plotsu gofondi në orën 3 natës në Shqipëri. 3 ka qanë ora, 3, 4, 3 natës. U plotsu gofondi shoku. Vajza ishte për 2 javë më operu se do vdiste. Po tani ishte kjo letra që operohet për 2 javë o vdes? Po pra, kështu ishte thirrja. Letër s'di, s'kam pasi letër. Thirrja publike ishte.
Dhe me thonë, deri në fund të muajit, që ishim, po deri në fund të muajit, po nuk operu, vajza vdes. Kështu që duen lek me në 2 jave me bo ato pagesat e spitaleve. Në rregull. U mlodhen lek me në 2 ditve, në orën 3 mjesit u mjë gofondi me $457.000. U gëzum të gjithë, okej, unë e mylla si kapitu. Jemi në rregull. Tashi, të nesmen mjes, për flitet u arrestu Aleksi. Po, e të gjuam, të verifuje. Po, këto e mirë që du me thonë. Se s'po flas, nuk po e bikot këtë arrestimin. Pra, gofondi u mbyll në orën 3, Aleksi arrestohet në orën 10, ku di unë. Në nesmen mjes, u arrestu Aleksi. Okej. Tashi, pse u arrestu Aleksi, njani thot e futi Semi, nga i nadi se bani gofondin 400 sa mi, tjetëri thot e këtë, tjetëri atë, tjetëri këte. Okej, unë s'disha gjo sigurt me dokumenta, kush e bani, kush se bani. Flas me shokun e Aleksit, po thot aje ka fut në burg. Okej, bukur. Aje ma konfirmon, unë dalë thëm po filani e ka ba, okej, në rregull. Iku kjo pjesa. Aleksi mas 18 orëve në Dubai, në u liro ka zotria, në jep kanë celularin në burg, në jep kanë drejt me ba biletën vete, policia si jep ka asi letër që i arrestu, asi letër deportimit, dhe shë një fugën e këthën Shqipëri zotri. Pa të më thanë, Dubai. Po pra, u arrestu në Dubai, i dhanë telefonin burg, e lanë me prej biletën nga burgu, e lanë me ba video në burg, e këthyn Shqipëri, thonë një person terrorista që i thonë e këthyn Shqipëri, por në fund nuk e dhanë asi letër këti zotris. As për arrestimin, as për deportimin, as gjo. Nuk e ka as një letër që me të rëgu, e këtu jam arrestu. Iko dhe kjo pjesa. Aleksi këther shkon në Turqi. Vajza më thirë mu në telefon, është bloku spitali, thot. Nuk më bajnë operimin. Në qëfar vend do bëjsh operacion, vajza? Në Arabi Saudite, në Riyadh, qashte, Riyadh, qashte i veni atje. Po. Edhe vajza dhe më thonë, Aleksi po këthëhet për Turqi, vajza më thirë mu, thot, nuk bëhet thotu, sepse nuk i dojnë lek të gofondit, bla bla bla, edhe unë i them, okej, moj gocë, nuk i dojnë lek nga gofondi, po, mund t'i kalosh një business account, ku e ndusha, në që se s'keti business account, ka mund, ku t'dushti, edhe... Më fal një sekund. Ajo të tha nuk i pranojnë lek të gofondit. Po, mas që u këthy Aleksi, më falë shok të mërëj, edhe pastaj... Jo, më falë të lekë të mërëj. Tani, gofondi, i kalon në lekët në bank, gofondi nuk bën pagesë në spital. Gofondi kalon në bank, banka bën pagesën. Po, më leta mërëj, pra, shok, më leta mërëj. Më leta mërëj, pra, se unë diku du me dalë me këtë histori. Edhe unë i thash, asaj, o ti vajzë, gofondi, okej, ka ardhë, lek kanë ardhë nga gofondi, për i hellë në bank. Mund t'i kalosh me business account, mund t'i kalosh me çdo dhe i banke tjetër t'ja qosh spitalit. Jo, po këta tani s'dojnë me na ba, ma, si t'ja bajmë vim në Amerikë. Unë e hangra, për momentin, hajtë t'i një moj, po mirë, thash. Do një mojë në Amerikë, New York, ju një moj unë. Shpinja unë apon, edhe spitali ju qoj unë. Ku është spitali maj mirë këtë vend, kam disa shoshnin në këtë spital, se cili e ka i mik dikun, edhe ju fusin e thash majna se duen siguracioni, inshuranca, gjana. Kam mik me t'kalu me t'fut spital, okej, në rregull. Edhe u nisën gocat, mas 2 ditve, Geralda, nana kësaj pranverës dhe pranvera. Po tani këtu në Amerikë, me qa letra sherdën, me qa pasaportash? Viza, pasaporta shqiptare, viza turistike. E bërën vizën direkt dhe erdhën direkt? Po, i kishin pas viza, to ishin kanë edhe ma parë në Amerikë. Edhe motra këtyne jeton të në Amerikë për 8 vitesh, ajo që ka gofondin në emër të vetë. Ajo jeton të në Michigan. Po. Kështu që erdhi e motra nga Michigani, e mora në mjes në orën 8 mjesit e qova të shpia, si e valla shpi në brëndës. Në darket, shkova i mora këto 3 zonjusha tjera, erdhen këto në aeroport. Vajza, në fjalë, erdi si e smur. Më falë, tani, ajo ka motrën në Amerikë,
dhe të kërkon ty ndihmë për ta stabilizuar. Po. Po, më fal o Eli, përshëndetje. Unë di që kush e hap GoFundin duhet ketë dhe llogarinë, se nuk mund t'i fusësh në emër tjetër. Mundesh me i fut, po ajo e ka pas llogarinë e vet. Jo. Në të vetë. Bank of America, motra vet. Më mbrapa Eli ç'a ndodhi aty te spitali pastaj sa Tash shoh se po ti baj gjitha këto për mbledhjet e funit, erdhi goca, shkova morë në aeroport, me zor po ecte zonjusha, erdhi me 8 valigje kanë ardhur. Unë për vete, me zor i kam vunë makinë, thash, pse s'm keni tregu, i thash, se keni marrë ka shumë valigje, se unë me Range Rover ku me i fut. Erdhen mesazhet duket. Profet, thirrën. Jo, thjesht më thonë që e ka kërkuar ky të vend në Amerikë, nuk ka kërkuar ato. I kam këtu mesazhet, i kam që ditën e parë. I kam të gjitha. Të gjitha me Geraldin edhe me pranverën, i kam të gjitha mesazhet në WhatsApp. Edhe si përfunim, unë si kam kërku, po më ka thonë kështu, është problemi të vim në Amerikë, po i kam thonë ju presun, edhe ju nimoj, edhe ju qenë spital, edhe të gjitha. Edhe i kam thonë, mos i thoni askuj, derisa të vini, sepse jeni me viza turistike. Tash të vish në Amerikë me vizë turistike e smur, ato të nalojnë në aeroport, nuk lanë me kalu, qofse je smur, sepse po vjen me bë përfitime shtetit. Edhe i thash, derisa të vini këtu të unë, mos i bani zokuj, lën një kështu, kur të vini, pastaj e xherri video, s'ka problem. Po. Okej. E mora, vajza ishte në gjendje se mund vite shumë gjëna me zorese, tu e majtë për krave, tu e more me shumë të shpia, unë në nështaj tesha të veta, bani dusha bani, e qita me hangër, me zor po ecte. E vum karrocë, se shumë spital. Me fjalë ishte në gjendje për me karrocë për të vajtur në spital. Mas asaj, po shif videot që kam postu sot, po qa u bëtë nesë. I kam parë, edhe të shkanë, të kam marrë karrocën me çanta, i kam parë, po thjesht. Gjendja kur erdhi, ishte ne po e moshim me Geraldin për krash e vum karrocë. Kurse videot të regojnë, mrapa, kur unë si isha aty, se çfarë gjendit ishte ajo. Erdhi momenti e qova në spital, ja kalum emergencin për rrëth 6 orë ushtru në spital, i dham letrat e Arabisë Saudite që ishte e diagnozume me leuqemi akutike, i mori doktori letrat, i shikoj, tha, nuk më duket dhe gjarën këtu në këto letrat, tha, duken shumë të egzagerume, pa filluaj fare me bo analiza. Unë i thashë, zotëri po, po t'ishte për me neja tje, do kishim neja tje me këto analizë, ne i dojmë analizat nga ti. Shu që këto letrat, leni njën e non, i dona nga ti. Okej, tha, do të bëj, tha, një insurance, siguracion, është quhet në Amerikë, ku sheton këtu e di. është siguracion që ta bë spitali, vetë, dhe me thonë, për analizat e gjakut, për analiza urinet, për shtrimin që e spital, është emergency insurance, quhet këtu, ta jep spitali vetë, qyteti New Yorkut e pagun, shteti. Kush do si tjenë, ke letra, s'ke letra, dhe me thonë, kështu bëhet. Edhe tha, doja bëjmë tha këtë insurance, sa firmosni, këtu ja firmosme, do t'i bëjmë tha gjitha analizat për i fillimit. Pastaj, në qofë se vjen puna tha, për bone transplant, për me i bë transplantin, pastaj tha do hymë diskutime tjera, se ato lek që keni ju, edhe mund të mos t'ju dalin, se jenë Amerikë. Edhe unë i thash, si do si t'jen puna, unë hy garant, këto lek janë, qofë se duhet ma shumë, do hy unë garant për ma shumë. Në regull, fillun i ban gjitha procedurat, ban i biopsin, gjatë matë parë që ka ba, dhe më tha, marna 24 orë, e kam qu priority. Këtu në priority, spitali vetë, Cornell e ka emrin, ato ja bajnë biopsin për gjithë botën, lënë e ma për veti që ta nxjarrin për 3 orë. Ashtë qener për atë punë, hynë, ban biopsin.
bon analiza tjera, shumë tjera, edhe të nesërmen, kishte shku doktori te kjo për vera, unë s'kam qenë të spitali, kishte thonë, kështu, lajmi mirë, nuk ke, se di se si a thote një fjallë, se asun se kuptosha, revision dhe qa e tillë, edhe nuk e ke, remission, nuk e ke, dhe më thonë, leucemi në trup, mo. Kjo ishte lajmë super i mirë, shok, se Normalisht. se ke mo, bravo, shëqër se ke mo, të kanë rajt arab, tash je mirë, ose të kanë kërua, ta je mirë, okej, tash gjaj rrugdalin, vazhdo këthe e lek njerëzve, dile aty me kamer, thu jam mirë, jam shnash, falim njerëz për gjithve, dhe jo këthej lek, ose dile thuje i gjo, am Po kuptën. ti thua janë të gjendje pa për lekët gjykojë më mbrapa, besi bësh. Dile thuje i gjo, sepse pjesa është se mu më shkrushin për çdo minutë. Njerëzit, qau ba. Po. Kjo i thot doktorit, Eli nuk ashtu të thot, e ke numër, se unë isha emergency kontakt, isha njeri që... Ke qenë në momentin e para ty, ti dhe normalisht është nuar numri jot që ata do telefononin për çdo gjë. Përza ishte numër, jem adresa shtëpisë teme në gjitha letrat, unë isha personi garantus për te. Edhe doktori merr mua telefon, isha me gjitha te Geralde në atë minut, kur mori dhe i tham asaj pas, merre telefonin, bën një takena, të regjistru me këtë video, me ja të regu për anvers, alo nuk shkote me një, se qa do nëllim rapa. Thëm, hajtë se do ikim të spitalit, ja të regojmë asaj, ta bëjmë happy, ta gëzojmë. Edhe im thot, thot, nuk ka, thot, nuk e pyta bile, e pyta 2-3 herësh, thash, a je sigur që nuk ka leucemi në trup? Jam, thaj, sigur, nuk ka. Merë një vajzën, do dalim për spitalit në orën 6, enjoy the weekend. Në moment që mund të dali gjithë sot, do bëhet gati në orën 6, enjoy the weekend. Tashi, këtu filloj i gjithë situata, që në shkumi morëm do buke, do fësëdote, do fasule, turshia, ja se në thënë najmer, shkumi ja morëm ja shumë, kur shkum atje, i thëmë këshu mua beti, jo tha pse m'ke gjerë tha foto në TikTok, kanë pa gjithë, thash qa, unë foto po TikTok ka dalë nana jote të qajtë, ke dalë ti me GoFund. Ne ta kena ba GoFund, si mos me gjerë. Fotën e ba me mram bashkë, kur të prumë spitalit. The hile, s'ka problem, që ba të shi? Edhe filloj zënjusha. Ju në TikTok i grumbulluat fondet, ju nuk i grumbulluat fshevras. Ate i thash nuk ka asi lidhe TikToku, i thash ti vajza, je e shëruar, nuk ke nevoj për transplant, si që ke thanë, tashi, ti du të me dalë, thash me i të regu poplit, se pos dole ti du të dalun. E kam të registru me të gjithë atë muhabet. Kjo tha, që të duhet ty, tha, dile thuj poplit, tha si kam vjall lek tënë. Ja, thash, unë po kam përgjësi, unë thash, se unë kam hy me lyp lek për ty. Nuk ka shanë se thash ti, me vjall lek. As me dalun me i thanë poplit që i vollet i lek, po ti do t'i kthesh tana lek mrapa. Ja, po m'ke thanë që do m'qosh një spital tjetër, po të qoj edhe të spitalit tjetër, s'ka problem. Do me marrë një mendim dytë, kemi këtë filan spital, do ikim të ditën e ejte, shtrohesh spital 3, merë edhe mendimin e dytë. Okej, e lam për kësho, e mora, e qova në shpi, e lame për të qu të ejte në spital tjetër, telefonata nuk i pushote nga Aleksi, edhe nga kjo zotnia që thot s'kam folë, kur unë i shifsha me sytë mi. E merdin telefon për ta pyetur si je, apo për ta pyetur që qa bëndof? Nuk e di, se shumë raste nuk e hap të hiq, kur isha unë aty, kur isha unë se qa kanë folë e din këta. Nejse, unë prap nuk ja vu në rëndësin forcoj, po unë thash okej, do shkojnë edhe në këtë spital, se prap e disha se doktorin nuk gënjen, s'ka doktor se si e ven karrierën e vetë në risk për me gënjë që kur e ka apo kur se ka, edhe thash do dali, do flasi vetë me njerëz edhe unë jam në regu, do vazhdoj punën teme. Okej? Ka që të nesërmen,
Më kanë marrë telefon, e keni pa telefonatën, unë kam qenë lokal të bë gati se kisha një event, unë kam marrë telefon, tha ne do ikim. O, ju do ikni, po pse? Jo, ne do ikim, ne s'dona mu marrë me këto TikTokat, me këto, ne kemi familje, ne nuk dona me na i pa kush këto memet e njën e tjetën, të dava vere koti, pa lidhje. Dhe me thonë shumë pretekste pa lidhje, edhe unë i thash, okej, do një me ik, po që dhe me ba me lek të po, për që këni marë. Ikni, që s'ju marë. Jo, pa do na mashti me zor, jo, mos ju maj fare me zor, ikni. Vazhdoni, zhlukuni. Po lek, futët e GoFondi, shtype botonin, kthej mrapa dhe i ku dush. Se e ke shumë kollaj, Po, me shku me bërë i refund. fondet i bërë refund direkt ato, një klikimesh. Jo, që të duhet ty, e ne për goca është të smure, o të vajzë goca nuk është të smure, se unë kam letra. Unë kam doktorin, kam letrat, kam kartën e doktorin, kam gjitha. Leni këto. Po tani, Këtë moment, qohet zonë jush Geralda, merë valigjet, ju i ka tyne, ju shduket, ajo e kishte bilete me datë 26 mu këtu i mrapa, qohet 5 biletën e reja, fut për Turqi, shkon të zotëri Aleksi. Edhe thot, unë s'merre mo me këtë punë. a pse Geralda ka ikur në Turqi? Po, shkon atje dhe i thot, Eli kështu, ashtu, i ka kërcenu. Unë si kam kërcenu. Në qofë se ato e qujnë kërcenim, që unë i kam thonë kështu, e kam edhe të regjistrume, i kam thonë, ju, po nuk i këthyt lek të popër shqiptar, që unë kam dalë me lypë për ju denancoj, ju fusë në burg. Të qofë se ato e kanë marrë këtë për kërcenim, musë më rrët hitë që ta marrin. Po asë i dhej kërcenimi tjetër në jetën tajme, bëha vetë të më buk i kam marrë. Okej, Eli, Ta shi, ta përfunaj, mas që ikën ato nga shpia, ky zotëria s'fa po erdi, dole tha, unë e pash me sytë mi, meme, dole tha, vajzat ta janë kërcenu, ka ikë, ka një janë sigurta, po mirë dha, ku e din ti se janë kërcenu? Ku e din ti se ka ikë? Qo se ti si je i pa fajshëm, ti s'ke basi gjo. Kam qeni informum nga shokët e tu. A kupton se ti vazhdon alo me intrigë? Avash, ti po thu që ke qenë aty ke pa telefonata nga Semi. Ke pa telefonata që unë ko marrë vocën nga Semi? Po t'la me folë sa dush, një gjotë që po thamë. Unë qysh minutin që ka marrë gocën në aeroport, e deri minutin që goca ka i për i shpis teme, unë nuk kam pas as një dhej shokët afër meje. As edhe një. Të dali një shok, nga dita që ajo ka ardhë, e deri ditën që ajo ka i, që ka nejt 1 minut me mu, unë ty të kam bërsh këtu në mes sa veta janë këtu, 4.000 vetave me të ullë gjojë dhe me të thanë qatë dushti. Kush ja propozoj shpinë ku u vendos? Shpinë ku u vendos, shpia e më unë. Kush ja propozoj? Jo, avash. Për kam këtu me mësarë. Kush tha ty që mi qunë munat shpi? Kur nga? Kush ka thonë ty mi qunë bashkë ajo shpia? Se ti si ke marrë të shpia jote, ti i ki qutë i shpi tjetër. Ashtë si fletë të shok. O shok, unë e kam me kamer shpinë, majnë edhe jashtë. Po jo në shpi kur rinë ti me familje, ti i ki qutë i këtë tjetër. Jo, po jo, në shpi me familje, jo, po në shpi taj me tjetërën, kam 2 shpija, o shok. Kush ja propozoj atë shpinë? Unë. A kupton ti këto vajza nuk kanë pas as i dhoj kontaktit përveç se me ju në Amerikë. A kupton ti, në orën 8 mjesit ka ardhë motra vetë nga Michigani, shoku, e kam marrë në aeroport, e kam qutë të shpia jame në brëndës. E kam lënë të motrën aty. Kam marrë në shpi, kam pushu se jam qu herët lutën. Kam pushu dhe ka basdite, jam qu, në orën 2:30 kam ikë prap në aeroport, kam marrë pan verën me Tamen edhe me Geraldën. E i kam qu, drejtët e motra të shpia jame prap në brëndës. Nuk ka asi sugjerim këtu, këta janë intriga që i bani ju. Nga aty, kam marrë Geraldën, edhe pranë verën, e kam qu me Hunger Book të Prizreni në Morris Park, më kanë pa ka kanë klubi plot shqiptar. Kanë Hunger Book, nga buka e kam qu drejtën për Presbyterian Hospital, Manhattan. Sa për ditan, që qatë t'japim ty, Cëda telefonata i peti që thirë ke Semi? Shkru me aty i kanë pas shpi. I kam me të regjit të të qenë privat edhe ta.
Jo, në privat, zare këtu le të shenë mileti, vëlla, jo në privat. Aty i kam pas, i kam këtë regjistrat, jashtë 45 minuta video është. Po Eli, po tani Që une me telefon temin i ku marrë. Ose di me tani se numër s'ta kam pa, Aleksin e kam pa të full me Aleksin, e kam pa Po numër folë dhe për tjerë, mos pa për në emni mua, mënë se... Po Eli, Deshta vetëm ta bëj një pyetje se isha të dëgju me vëmendje. As i fort, më mos ta përmend emra. Atë më fol si një se ke halli. Po si njeri, mos pa përmend emrin se s'kam qenë unë se kom ftu. Se ti ti kum ke thirr dalë kurrë. vet. Po ti ke dalë vet, ti pari, sa ka dik ato ke thon tash ikën ato, ti dole vet angri bëva vet me dal. E kum pa memën që ka nikë edhe kum dalë kum thonë, s'ka problem siç ka thënë unë. Unë çka ke pa shok, unë ka pa ty të fol me gojë tonë të thon, vajzat janë kërcenu, ka nik tash janë dorë sigurt. Ti shërë vet të shkët pjesë. Unë ata që kam dëshirë me sqaru për mu jam të fol, ke thonë e arrestoj Sami Aleksin, ke thonë e blokoj Sami Gofondin. Si të erdhen këto, mi thonë kështu? Kishe fakte të ja për... E blokoj Sami Gofondin? Po, ke thonë? Jo, s'kam thonë. Po, është një memo, ke folë 20 minuta. Ku ishe këta andra mu? E blokoj Sami Gofondin? Apo e blokoj Sami Spitalin? Spitalin, po. Si e blokojnë Spitalin? Po këta janë kanë pa, se unë e thash tonë historin, edhe nuk ma latë me e maru historin. Jo le mbaroj po të dëgjojmë se ne po bëjmë muhabet qetë edhe për ta Ja u thash tonë historin, si u ba Gofondi, si u me u Gofondi në orën 3 mjesit, si u arrestu Aleksi mas 5 orëve, si doli Aleksi mas 18 orëve, si u prish spitali që nuk i pranoshin ma lek të Gofondi, si da doli shoku e Aleksit edhe tha që e ka fut Sami në burg, ishin nga në intriga këta me më fut mund këtë kur, si u qull vajzat e thonë nuk na bajnë ma operimin në Arabi, si u qull Sami, si u qull Sami mra pa hynin live me Aleksin, direkt në fut live, po të qaj edhe mesajët e Aleksit ty, Po futën e se më akuzove ti mu. Po mirë, dhe unë i kam aty mesajët e Aleksit të qaj ty i tash, se s'du me aqit këto. Edhe, si u banën, tëna këto, si arritën të vajzat e unë. Pse arritën këto vajzat e unë, të shnoshra. Në qofse ta kishin gisht, pse duhet i nisnin të këty, se po të kishin gisht, nuk do t'i kishin nisur të ty. Po, se pse i ka nisë të unë, po të tregojun ty. Po të tregojun ty pse. A ka gisht këtu, as ka, e din këtë. Ato i ka nisë të unë, se aty një është desht letra e spitalit, për me shbloku Gofondi. Sepse Gofondi është ba në Amerikë, me bazë në Michigan. E është dashur një letra nga spitali, do ati të vendosësh të Gofond që lekët të mershin. Po. Ta të shi Gofondi, se unë kam qenë me atë Suada Mollën e Motra, që kjo e kishte ba kërkes direkt me i halë lek në bank, vetë, po Gofondi kishte këti përgjigje. Nga qo dokumentacionin e spitalit, të vajzët që është me leukemi, edhe që do kërë që do banë këto servise që do i bashin. Pra, zënjushave ju do dhe ledra se zbanë e emergencis. Ato nuk ishin plan me nejnë në spital. Plani ty në ishte marrë, me nejnë një natë, 2, edhe me marrë ledra me ikë. Andeka kishin arë. Ose planet e tyre, din ato se ku kanë pas plan me ikë, se me gjitha të valigjo nuk e di që a planesh kanë pas, se Robin spital me 8 valigjo nuk shko. Me gjitha te, Ne po i me migrantët dhe vetëm qanë krau po marim, ose nuk e dim se që na gjenë. kjo është desht, letra për mu shbloku Gofondi, edhe ku dolen nga spitali, atë dit, ne i morëm letrat të spitali, i lom makin teme. Këto prapë si kishin letrat, me aqu Gofondi. Qa banë? Telefonata s'po shoshin, as nga Aleksi, as nga kjo zëtëria këto, si mas aty, në kërë që kam thirë, okej, e di ti. Të shit. Vajza, tha ku i kam lanë letrat, ta që kemi dalë nga spitali, se ato interesoshin.
Pas që kam lanë makinë, kam makinë tjere. Taman i gënyrëva, unë i kisha aty në natë makinë. Se i pash se këtu diqa po lë. U qudi i nga shtëpia, i keni pas, i kanë ikë me valigje, i kam hellë video, ku unë si isha aty, kanë shku direkt në spital, janë shtru prap.